E dashur kryeministër, e dashur Mari, shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënse, ende nuk kam bërë një vit në detyrë. Dhe kjo është hera e 4 tashmë që ne çelim një grup kapitull negociatash me Shqipërinë gjatë mandatit tim. Kjo na çon në 5 grup kapituj të hapur dhe 28 kapituj të çelur. Ka mbetur edhe një grup kapitull dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. E di që presidenca daneze dhe të gjitha shtetet anëtare janë plotësisht të përkushtuara që të shënojnë progres në momentin që përmbushen të gjitha kriteret. Dhe po të përdorja terminologjinë olimpike, do të jetë më shpejt, më lart, më fortë dhe me një ekip, një punë në ekip. Dhe siç e shihni, ka një trekëndësh të fortë që e mbështet procesin e zgjerimit në tërësi, siç ju e theksuat e dashur Mari, duke qenë një nevojë gjeostrategjike. Ky rezultat është rrjedhoje punës së madhe të autoriteteve shqiptare që kanë çuar përpara reformat për gjatë shumë viteve dhe sidomos gjatë këtij viti, pavarësisht zgjedhjeve që janë zhvilluar. Dhe e dim që reformat që ju kërkojmë kandidatët tanë ndonjëherë nuk janë të lehta, kërkojnë ndryshime themelore. Për vendi juaj, dashur kryeministër, po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur. Dhe SBE-ja e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që të përmbushin piketat e ndërmjetëve. Kjo është e rëndësishme që ne të nisim të përmbyllim kapitujt. Pra në momentin që do të çelen të gjithë kapitujt, ne do të nisim të mbyllim kapitujt sa më shpejt jetë e mundur, që të realizojmë për ambicien tuaj për të përmbyllur ato të gjitha brenda 2027-s. Grup kapitulli që kemi çelur sot quhet Agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Reformat që përmban ndihmojnë që rritja ekonomike e Shqipërisë të shkojë krah për krah me mbrojtjen e pasurisë jashtëzakonshme natyrore të Shqipërisë, të mbrojnë burimet natyrore, të përmirësojnë menaxhimin e ujrave të ndotura dhe të ulë ndotjen e ajrit. Transporti në këtë grup kapitull do të ndihmojë në sqarimin e rrugëve, në përmirësimin e transportit dhe ndërlidhjen e Shqipërisë me sistemet evropiane, ndërkohë që energjia do të ndihmojë në konkurrueshmërinë e drejtë, me forcimin e konkurrueshmërisë, por gjithashtu përdorimin e burimeve triportëritshme. Kjo do të sigurojë përmirësimin e jetës të qytetarëve shqiptarë dhe ka mes tyre në vendet kandidate, pra ata janë midis vendeve kandidate që mbështesin më shumë antarësimin. 91% e qytetarëve shqiptarë mbështesin antarësimin në BE, 92% i besojnë BE-s dhe 82% kanë imazhin e BE-s dhe këto janë nga shifrat më të larta mes vendeve kandidate. E ardhmja e Shqipërisë është në BE, nuk ka as pak dyshim për këtë dhe sot jemi një hap më pranë për të arritur këtë objektiv.